Shkatrimi masiv në rripin e Gazës është rezultati një politike të qëllimshme, pohoi ministri izraelit i mbrojtjes Israel Katz, i cili argumentoi se synimi është eliminimi i kërcënimeve ndaj shtetit hebre. Gjatë një vizite në Gazën Veriore, Katz u pyet se si ndihej përballë shkatrimit të enklavës. Është një ndjesie e mirë apo jo, u shpreh ministri, duke i moshuar ide se dëmet janë pasojë e një strategjie të planifikuar nga autoritetet izraelite. Gjatë vizitës, Katz njoftoi gjithashtu planin për ngritjen e 3 kazermave të tipit Nahal në veri të Gazës, në zonat ku ekzistonin vendbanime izraelite përpara tërheqjes së Izraelit nga ky territor në vitin 2005. Strukturat Nahal janë të lidhura me ushtrinë izraelite dhe kanë shërbyer historikisht si baza për krijimin e vendbanimeve të reja që më pas janë transformuar në komunitete civile. Ministri pretendon se vendosja e tyre është e nevojshme për arsye sigurie dhe thot se ajo do të forcoj kontrollin izraelit mbi zonën si dhe mbrojtjen e banorëve në afërsitë të kufirit. Gaza vetë sa kaq mbetet e zhytur në krizë. Sipas autoriteteve shëndetësore atje, numri i palestinezëve të vrarë që nga fillimi i ofensivës izraelite në tetor të 2023-shit tashmë ka kapërcyer shifrën 73.000. Shumica e viktimave sipas autoriteteve janë gra e fëmijë. Izraeli kundërshton mënyrën se si në Gaza raportohet për viktimat, por organizata ndërkombëtare përfshirë Kombet e Bashkuara i kanë cilësuar këto shifra si përgjithsisht të besueshme.